sado që shkenca ka arritur të shkoj para, e që ja ka lehtësuar jetën njeriu, nga ana tjetër pikërisht njeriu akoma më shumë vuan. Dhe thjesht tregohet se nuk është e mjaftueshme që njeriu vetëm të përparojë shkencërisht, pra të ketë zhvillim në gjitha sferat të jetës, nëse nga ana tjetër ai harron një çështje e cila është e bazë që ja siguron atë komoditetin për të shijuar mirësitë të cilat i siguron shkenca dhe avancimi shkencor, është pikërisht largimi nga Zoti. Dhe nëse e marrëm të kaluarën e llojit njerëzor, pra të popujve në të kaluarën dhe civilizimeve, pikërisht dhe ata patën një ngritje, sa që sot shkencëtarët mahniten me ndërtimin e piramidave. Pra jo vetëm njeriu i sotëm është i Zoti. Pra kështë edhe gjatë historisë njerëz që vetë kishin arritur. Gjithmonë njerëzimi ka ecë para, por njerëzimi kur kalon mbas vlerat shpirtërore, nga se njeriu pos që është materje, ai është edhe shpirt, dhe shpirtin e mban njeriu përmes fesë së tij. Sa herë që njeriu është larguar nga Zoti, aq më tepër i është afruar problemeve dhe krizave, dhe do thoja edhe ndoshta edhe padrejtësive të cilat i bën njeriu njeriut.